Alo, ja, të shkruaj për pak. Po, ja se, po më parrit diçka, të shkruaj për pak. Po, do të them. Dhe, kështu i theti klientit tënd, dhe ai nuk ta pa më kur surratin. Sa mesazhet kanë ikë nga WhatsAppi, nga Instagrami, ose emaili, nga që ti nuk ishe kohë. Sa takime janë harruar, janë anulluar, ose ngelen pa përgjigje sepse ti ishe i zënë, nga që i bën gjitha vetë. Njëri shkruan në WhatsApp, njëri shkruan në Instagram, tjetri ti thua do të çoj një ofertë në email, kurse dikujt do t'i çosh një produkt deri në shtëpi. Dhe në fund, as nuk di më se kush ka shkruajtur dhe kujt do t'i kthesh mesazh. Ti je shumë i mirë në atë që bën. Nuk është problemi tek ty ose ke stafi jot. Problemi është që asnjëri nga ju nuk është robot me nga 10 duar. Dhe ti, jo se s'ke klient ke, por s'ke mundësi ti menaxhosh dhe ti ndjekësh siç duhet. Dhe këtu hyn në lojë Digital Business Albania. Është një sistem që i bën të gjitha për ty. E ruan çdo kontakt vet, e di kush është i interesuar, kush ka bërë takim, çat ka thënë, pse nuk po e bën blerjen. I merr njerëzit nga fushata derisa i bën klient. Dërgon mesazhe automatike, bashkon çdo bisedë nga WhatsAppi, Instagrami, emaili, SMS-ja, të gjitha ti i ke në një kontakt. Bën shumë gjëra sepse është një CRM. Bën skedulime Etsy, të gjitha çfarë bën ti në biznesin tënd i ke aty, por nuk do ta them gjitha tani. Dhe një gjë. Punon 24/7 dhe nuk lodhet, nuk merr pushime, nuk martohet motra, nuk i vdes gjyshja. Punon 24/7 dhe ti dhe stafi jot keni kohë që të merreni me gjërat më të rëndësishme. Kliko linkun, do të dërgoj formën dhe kështu do të kesh mundësi ta marrësh 7 ditë falas dhe pastaj të vendosësh nëse bën për ty apo jo. Digital business, everything you need in one place.